أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Falënderimi takon Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falenderojmë Allahun e madhëruar i cili na mundsoi të mlidhemi sot në këtë ditë xuma. Në këtë ditë të cilën Allahu i madhëruar e ka veçuar posaçërisht për besimtarët, ku në Kur'anin famlar urdhëron e thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç tij. O ju të cilët jeni të bindur se çdo gjë që ndodh vetëm se me caktimin e Allahut të madhëruar dhe asgjë nuk ndodh pa dëshirën e tij. O ju të cilët jeni të bindur se risku është i caktuar prej Allahut të madhëruar, askush nuk ja prek dot riskun tuaj dhe ju s'mund të prekni riskun e tjetër kujt. O ju të cilët jeni të bindur se çdo vepër që bëni, qoftë ajo edhe sa kokra e grurit, në ditën e gjykimit do të jepni llogari. Kur të bëhet thirrja ditën e xumë për të fal namazin e xumas, lini punët e kësaj dynja dhe vraponi për të përmendur Allahun e madhëruar, për të kërkuar atij falje, për t'i kërkuar atij të mira për këtë botë dhe për botën tjetër, për t'i kërkuar atij udhëzim për familjet tona, për të afërmit tan e për njerëzit mbar ku ndodhen. Vraponi për të falendëruar Allahun e madhëruar për mirësitë që na ka dhënë. E një nga ato mirësi është pikërisht edhe muaji i Ramazanit ku ndodhemi. Sot kemi dy festë së bashku. Njëra është agjërimi dhe tjetra është dita e xumë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: aroma më e mirë tek melekët e Allahut të madhëruar është aroma e gojës së agjëruesit. Dhe duaja, lutja që bën agjëruesi është e pa refuzueshme tek Allahu i madhëruar. E gjithashtu në një hadith tjetër thot: në ditën e xumë ndodhet një orë ku nëse robi i Allahut i lutet atij, Allahu nuk ja refuzon lutjen. Shpresojmë dhe lutim Zotin që të na bëjnë prej atyre të cilët brenda kësaj ore që Allahu e ka veçuar për ne, të jemi nga ata që i luten atij, i kërkojnë të mira, i kërkojnë falje, i kërkojnë udhëzim. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, në ajetin që lexova, thot: Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Nuk janë njësoj e mira me të keqen. Pra nuk mund t'i krahasojmë të mirën me të keqen. Njëra është dita, tjetra është nata. Pra njëra është ditë e tjetra është errësirë. Idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. E keqja është ajo që shqetëson ndërgjegjen e njeriut. Pikrisht pra janë ato ndjenja të cilat ne i ndjejmë në zemër dhe siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, el birru, mirësia, çfarë është? El husnul khuluq, është morali i mirë. Wal ithmu, dhe e keqja çfarë është? Ma hake fi nefsike, ajo që ndërgjegjen tënde e shqetëson. Pra nuk ndjehesh mirë në vetvete kur e bën ato lloj veprat. Wa karihta an yattali'a alayhi an-nas, dhe nuk ke dëshirë që ta mësoj njerëzit ato lloj vepra që ti ke bërë. Pra ajo vepër të cilën ti mundohesh me çdo kusht ta fshehesh nga njerëzit, është pikrisht ajo vepër e cila pejgamberi alayhis salam thot është vepër e keqe. Pasi pejgamberi alayhis salatu wassalam emigroi nga Mekka për në Medinë,
për shkak se Mekasit e dhunonin dhe nuk e linin që ai ta përhapte Islamin ashtu siç duhet, filluan njerëzit të vinë grupe në Medine për të mësuar Islamin, për të mësuar rreth kësaj fe, të cilën pejgamberi alayhi salatu vesselam tashmë kishte filluar ta përhap. Në mesin e një grupi ishte një djalë i ri, i cili e kishte pranuar Islamin që i vogël, por bashkë me grupin e fisit të tij kishin ardhur tek pejgamberi alayhi salatu vesselam për t'i bërë disa pyetje rreth kësaj fe. Ai djalë quhet Newas, Allahu qoftë i kënaqur prej tij. I thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, më pyet o Newas, çfarë ke dëshirë të dish? Dhe ai pikërisht e pyet, ja Rasulullah, çfarë është mirësia dhe çfarë është e keqja? E pejgamberi alayhi salatu vesselam i thot këtë hadith që përmendëm. Pra mirësi është ajo e cila e bën njeriu të ndjehet mirë në vetvete, dhe e keqja është ajo e cila ndërgjegjen njeriu t'ia shqetëson e ka dëshirë ta fsheh nga të tjerët atë lloj vepre. Vëllezër të nderuar, Islami na mëson se mirësia nuk është thjesht një fjalë, një sjellje apo një vepër që duhet ta shfaqim tek njerëzit, pra sa për të shfaqur dhe sa për të dukur. Por mirësia është qëllimi i jetës tonë, është kërkesa e besimit tonë, është fitimi më i madh që mund të kemi në këtë jetë dhe trashëgimia më e bukur që mund t'i lamë brezave tonë. Është kulmi i moralit dhe lidhja më e fortë mes besimtarëve. Transmeton Ebu Musa, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se pejgamberi alayhi salatu vesselam një ditë të pranishmëve, pra sahabeve, u thot: jepni sadaka, është obligim për çdo njeri, thot, për çdo besimtar që të jap lëmosh. Të pranishmit i thanë: o i dërguari i Allahut, çfarë të bëjë një person i cili nuk ka mundësi të jap sadaka? Pra nuk ka gjendje ekonomike që të jap lëmosh. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha: le të punoj dhe nga ajo që fiton të shpenzoj për familjen e vet, por ta ndajë edhe me të tjerët. Të pranishmit i thanë: o i dërguari i Allahut, po nëse nuk është në gjendje të punoj, çfarë të bëj? Shikoni vëllezër të nderuar, sa i durueshëm është pejgamberi alayhi salatu vesselam nga pyetjet e shokëve të tij, ku ne ndoshta në pyetjen e dytë apo të tretë mund të fillojmë të nevrikosemi dhe të themi: a e kupton se çfarë thash? Por pejgamberi alayhis salam me një shembulltyr të mirë, tamam si në hadithin e tij, pra morali është gjendja më e mirë e besimtarit, morali i mirë, vazhdon të jap përgjigje pyetjeve. E çfarë pyeten ata? I than: o i dërguari i Allahut, e nëse nuk ka mundësi të punoj dhe të fitoj diçka, çfarë mund të bëj ky njeri për të dhënë sadaka? Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot: atëherë le të ndihmoj një nevojtar, pra ta ndihmoj fizikisht. Nëse ka ndonjë punë për të bërë, nëse ka diçka për të mbajtur, apo diçka tjetër, le ta ndihmoj atë si sadaka. Të pranishmit i thonë përsëri: ja Rasulullah, po nëse nuk ka mundësi që ta ndihmoj edhe fizikisht, çfarë duhet të bëj ky njeri që të jap sadaka? Pejgamberi alayhis salatu vesselam thot: atëherë le t'i ndaloj njerëzit nga e keqja dhe t'i udhëzoj ata për në vepra të mira. Të pranishmit i thonë: ja Rasulullah, po nëse nuk ka mundësi ta bëj edhe këtë, çfarë duhet të bëj ky njeri që të jap sadaka? Pejgamberi alayhis salam thot: atëherë le të bëj vepra të mira për veten e tij, ta ndaloj veten nga e keqja, edhe kjo është sadaka për të. Çdo gjë që ne bëjmë pozitive në këtë jetë, Allahu i madhëruar na e ka quajtur sadaka, në mënyrë që në ditën e gjykimit të dalim para tij nga ata të cilët kanë dhënë sadaka në një mënyrë apo në një tjetër. Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, në surën El Bekare,
në ajetin 177 urdhon e thot: Bismillahirrahmanirrahim, Lejsa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është mirësi thjesht të kthehesh me fytyrë nga lindja apo perëndimi. Pra nuk mund ta quash mirësi thjesht vetëm se je kthyer nga një anë. Po çfarë është mirësia atëherë? Walakin al-birra, por thot mirësia është men amana billahi, kush beson Allahun e madhëruar, pra kush adhuron vetëm atë dhe largohet nga çdo lloj dhujtarie. Wal yawmil akhir, dhe kush beson ditën e fundit. Mirësia është të besosh në Zot, të besosh në ditën e fundit. Wal malaikati, të besosh në engjëjt e Zotit. Wal kitabi, të besosh në librin e Zotit. Wan nabiyina, të besosh në pejgamberët e Zotit. Është mirësi. Wa atal mala ala hubbihi, dhe të japësh më të dashurën nga pasuria jote. Të japësh pra pasurinë e mirë nga ajo pasuri që ke ti, përke dhewil kurba, për të afërmit tuaj, wal yatama, për jetimët, wal mesakini, për të vobektit, për bonjakët, për të varfrit, wabne sebili, për udhëtarët, wasailine, për lypsit, për ata të cilët ju trokasin në derën e shtëpisë dhe ju lypin, e sidomos kur thonë, më jep diçka për hatër të Zotit, më jep diçka për kënaqësinë e Zotit, më jep diçka për rizat të Zotit. Dietarët na këshillojnë që të mos i kthejmë me duar bosh, për arsye se ata kanë përmendur Zotin ton. Prandaj dhe Allahu i madhëruar në ajet thot wasailine, dhe ata të cilët lypin. Jepuni. Jepuni për arsye se ajo do jetë sadaka dhe argument në ditën e gjykimit për ne. Wa fi rikabi wa aqama salati, dhe për ata të cilët janë në nevojë, wa aqama salati, dhe ata të cilët falin namazin. Pra mirësi është të falësh namazin, wa atai zakat, dhe të japësh zakatin, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, dhe të mbani fjalen kur e keni dhënë atë. Mirësi është, pra nëse ke dhënë fjalen, ta mbash atë, ta çosh në vend, ose mos e jep fjalen as pak. Was-sabirina fil ba'sa'i, dhe të durosh në kohën kur ke probleme, kur ke shqetësime. Mirësi është pra të jesh i durueshëm. Wa darrai, dhe kur je i sëmur. Kjo është mirësi. Wa hina al-ba's, dhe kur je thot në flakën e luftës. Pra kur je në gjendje të vështirë, të jesh i durueshëm është mirësi. Ulaika alladhina sadaku, këta janë ata besnikët, të cilët janë treguar besnik. Wa ulaika humul muttaqun, dhe këta janë të devotshmit tek Allahu i madhëruar. Pra mirësi nuk është vetëm thjesht të drejtohemi nga një anë, apo të flasim një fjalë që të dëgjojnë të tjerët, thjesht sa për sy e faqe, por mirësi është të besosh në Zot, të besosh në pejgamber, të veprosh sipas asaj që thot Zoti, të veprosh sipas asaj që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, gjithmonë dhe kudo, në çdo lloj mënyret, ka një vend për të bërë sadaka. Ka një hapësirë që besimtari mund të bëjnë sadaka. Ndonjëherë mirësi, pra sadaka, është që fëmia të jetë i respektueshëm ndaj prindit të vet. Prindi të jetë i mëshirshëm ndaj fëmijës së vet. Është sadaka, është mirësi tek Allahu i madhëruar. Ndonjëherë mirësi është të japim selam pa marrë parasysh moshën e personit, kush është personi i cili kemi takuar. Është sadaka në vete. Ndonjëherë mirësi, pra sadaka, është të kesh mëshirë
për çdo lloj gjallësat. Të jemi të kujdesshëm për çdo gjallësë. Njëherë i thot kopshtari Kanuni Sultan Sulejmanit, një prej sultanëve të shquar të kohës së Perandorisë Osmane, milingonat kishin filluar të mbushin lulet e baçës së sarajit dhe po i dëmtonin. Donte të gjente një zgjidhje dhe i çon letër ku i thot: milingonat po na prishin lulet, a më jepni fetva që ato t'i mbys, t'i djeg apo t'i mbys me tym. Sultani i thot: nëse unë të jap fetva që milingonat t'i djegësh, në ditën e gjykimit ato milingona do të më djegin mua para Zotit. Pra vëllezër të nderuar, nuk është e rëndësishme se kë po më shirojmë, por e rëndësishme është se ne po bëjmë atë që na thot Allahu i madhëruar e po i largohemi asaj që ai ka ndaluar. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një kohë ku e mira po përbuzet dhe e keqja po promovohet. Lufta, zemrimi, inati, urrejtja, dhuna po shtohen dita ditës. Në botën tonë, për shkak të atyre që përfitojnë nga ligësia, e kanë armik çdo gjë që të çon në mirësi, po na tregojnë shtypësit, dhunuesit si shpëtues, e të dhunuarit po na i tregojnë si terrorist. Shtypësit që ushqehen me të keqen dhe vazhdojnë të masakrojnë fëmijë, gra, pleq, pa pikën e mëshirës në botën islame e në veçanti në Gaza, vazhdojnë të kërkojnë akoma gjak për të pirë e nuk ndalojnë asnjëherë. Ata i pengojnë vëllezërit tanë të plotësojnë sot edhe nevojat më primare. E kur dalin në ekran, dalin e bëjnë rolin e të dhunuarit, rolin e të bullizuarit, rolin e asaj sikur po kërkojnë të drejtën. Por e drejta është tek Allahu i madhëruar, e Allahu një ditë do t'ju jap hakun gjithë secilit. Ajo që na takon neve të vazhdojmë dhe të veprojmë, vëllezër të nderuar, është pikërisht ajeti kuranor ku thot Allahu i madhëruar: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", dhe vraponi, bëni gara, ndihmoni njëri tjetrin në veprat e mira dhe në devotshmëri. Mirësia ka një fuqi transformuese, vëllezër të nderuar. Allahu i madhëruar në Kuranin famlar thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a", pra ajeti që lexova në fillim. "Idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim", nuk është e barabartë thot e mira dhe e keqja. Andaj ktheje në mënyrë të mirë, se atëherë ai me të cilin kishit një farë armiqësie do të bëhet mik i afërt me ju. Na tregon shumë qartë Allahu i madhëruar që nëse ne sillemi mirë, edhe me atë që na ka ofenduar, me atë që na ka sharë, me atë që na ka përbuzur, do të vijë momenti që Allahu i madhëruar do t'ja kthejnë zemrën atij dhe ai do të bëhet mik me ne. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in". Allahu i madhëruar ka urdhëruar në çdo moment që të bëjmë mirë. Pra le të fillojmë duke bërë mirë me familjen tonë, duke edukuar fëmijët tana ashtu siç duhet. Të bekojmë shtëpitë tona duke lexuar Kuranin famlar, duke falë namaz në to. Të mbjellim farat e mirësisë në zemrat e njerëzve, të rinjve e të tjerëve, në mënyrë që ato fara një ditë të mbinë e mirësia të mbizotërojë kudo. Le të bëjmë mirë që jeta jonë të bëhet mirë. Le të bëjmë mirë që bota jonë të ndryshojë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është lutur në këtë mënyrë, ku thot: "O Zot, bëje jetën time një mundësi për të shtuar të gjitha llojet e mirësisë. E bëje vdekjen time një burim shpëtimi për mua nga të gjitha llojet e të këqijave." Allahu i madhëruar
na bëth prej atyre të cilët e shfrytëzojnë muajin e Ramazanit për të shtuar të mirat e tyre, për të kthyer çdo vepër të keqe të cilën e kemi bërë deri më sot në veprat e mira. E pas muajit të Ramazanit të jemi nga ata të cilët mbizotron mirësia, e nga zemrat e tyre, e shtëpitë e tyre, e veprat e tyre është larguar e keqja.